Klodi përfshihet në një debat të fortë dhe të drejtpërdrejtë me Elionën dhe Lëndrimin, një përballje që shpërthen papritur dhe tërheq vëmendjen e të gjithëve përreth. Atmosfera ndizet menjëherë dhe tensioni ndihet në ajër, pasi secili prej tyre vjen në këtë debat me ngarkesë emocionale dhe qëndrime të forta. Fillimisht është Eliona ajo që përpiqet të flasë, por Klodi e ndërpret duke treguar qartë se nuk ka më durim për sqarime të gjata. Ai shprehet me zë të prerë se është lodhur nga keqkuptimet dhe nga mënyra se si të tjerët po përpiqen ta fusin në situata që nuk i përkasin. Klodi e bën të qartë se nuk dëshiron të dëgjojë më akuza apo hamendësime. Lëndrimi futet në debat duke i thënë Klodit se sjellja e tij ka qenë kontradiktore dhe se fjalët e tij nuk përputhen gjithmonë me veprimet. Ai e akuzon se po krijon konfuzion dhe se po lë hapësirë për interpretime të ndryshme. Klodi reagon menjëherë duke e mohuar këtë dhe duke thënë se gjithmonë ka qenë i qartë në atë që ndjen. Në këtë moment, Klodi ngre zërin dhe deklaron hapur se ai don vetëm Benitën. Ai e thot këtë pa hezitim, duke theksuar se ndjenjat e tij janë të drejta dhe nuk kanë nevojë për miratim nga askush tjetër. Sipas tij, gjithçka tjetër që po thuhet rreth tij është thjesht zhurmë dhe fjalë të kota. Eliona e dëgjon me vëmendje, por nuk bindet. Ajo i thot se deklaratat e tij vijnë shumë vonë dhe se sjellja e tij e mëparshme ka lënë shumë pikpyetje. Ajo e akuzon se po mundohet të mbyllë një histori duke e thënë thjesht me fjalë, pa marrë përgjegjësi për gjithçka që ka ndodhur më parë. Klodi i përgjigjet ashpër, duke i thënë se nuk i detyrohet askujt shpjegime për ndjenjat e tij. Ai thekson se zgjedhjet e tij janë personale dhe se nuk do të lejojë që as Eliona dhe as Lëndrimi t'i diktojnë se kë duhet të dojë. Ai përsërit se zemra e tij është vetëm te Benita dhe se kjo gjë nuk do të ndryshojë. Lëndrimi përpiqet ta qetësojë situatën, por njëkohësisht e sfidon Klodin duke i thënë se fjalët janë të lehta, ndërsa veprimet janë ato që tregojnë të vërtetën. Kjo e acaron edhe më shumë Klodin, i cili shprehet se nuk ka pse të provojë asgjë për askënd dhe se koha do t'i tregojë të gjitha. Debati vazhdon me tone të larta. Eliona shprehet se ndihet e zhgënjur dhe se nuk e priste një qëndrim të tillë nga Klodi. Ajo thot se ka parë një tjetër anë të tij dhe se kjo deklaratë e papritur nuk i fshin ato që kanë ndodhur. Klodi e dëgjon, por qëndron i palëkundur. Ai e mbyll debatin duke e përsëritur edhe një herë se ai don vetëm Benitën dhe se nuk ka më asgjë për të diskutuar. Sipas tij, çdo tentativë për ta përfshirë në debate të tjera është e kollë. Ai kërkon që të gjithë ta respektojnë vendimin e tij dhe të mos e përdorin emrin e tij për lojra apo përplasje të panevojshme. Pas kësaj përballjeje, mes tyre mbetet një heshtje e rëndë. Eliona dhe Lëndrimi duken të pakënaqur, ndërsa Klodi qëndron i vendosur në fjalët e tij. Ky debat shënon një pikë të fortë kthese dhe lë pas shumë tension, të